Surja El Hashr, Medinase, 24 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahun e lartëson çdo gjë në qiej dhe çdo gjë në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Është ai që i nxorri nga shtëpitë e tyre ata që nuk besuan midis i thtarëve të librit në kohën e dëbimit të parë. Ju nuk mendonit se ata do t'i iknin, kurse ata mendonin se fortesat e tyre do t'i mbronin prej Allahut. Por dënimi i Allahut u erdhi ande nga nuk e pritnin, duke mbjell në zemrat e tyre frikën, e cila bëri që ata t'i shkatëronin shtëpitë e veta me duart e tyre, si edhe me duart e besimtarve. Prandaj, mësoni nga kjo, o ju largpamës. Sikur të mos e kishte caktuar Allahu dëbimin e tyre, ai do t'i kishte dënuar me siguri në këtë jetë, por në jetën tjetër, ata i pret dënimi i zjarrit. Kjo, sepse ata ju kundërvun Allahut dhe të dërguarit të tij. Kushdo që i kundërvihet Allahut, le ta di se Allahu dënon vërtet ashpër. Për çfarëdo pemë palme të armikut që pret apo lat në këmbë, keni pasur miratimin e Allahut në mënyrë që ai t'i poshtëroj të pabindurit. Çfarëdo që Allahu i dhuroi të dërguarit të tij si plaçk të marrë prej tyre, është prej mirësisë së tij. Ju nuk hipët mbi kuaj e as mbi deve për ta fituar atë, por Allahu i jep pushtet të dërguarve të vet mbi ata që ai dëshiron. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Çfarëdo që Allahu i dhuroi të dërguarit të tij si plaçk të marrë nga popujt e vendbanimeve, i takon Allahut, të dërguarit, të afërmve të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarëve të mbetur rrugës, në mënyrë që ajo të mos qarkulloj vetëm në duart e të pasurve nga mesi juaj. Çfarëdo që t'ju jap i dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj. Friksojuni Allahut, sepse Allahu dënon vërtet ashpër. Një pjesë e plaçkës i takon edhe mërgjimtarëve të varfër, të cilët u përzun nga vendlindja dhe pasuritë e tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe duke ndihmuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Pikërisht, ata janë besimtarët e sinqertë. Ndërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgjimtarët që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kur farë rëndimi për atë që u është dhënë atyre, por duan t'u bëjnë më mirë mërgjimtarve se sa vetes, edhe pse vetë janë nevojtarë. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Edhe ata që erdhën pas tyre thonë: O Zoti ynë, fal na neve dhe vëllezërit tanë, të cilët kanë besuar para nesh, dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarve. O Zoti ynë, ti je vërtet i butë dhe mëshirë plot. A nuk e ke parë se si hipokritët u thanë shokëve të vet që nuk besuan prej idhtarëve të librit? Nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me ju dhe kurkujt nuk do t'i bindemi kundër jush, e nëse ju sulmoheni, me siguri që do t'ju dalim në ndihmë. Allahu dëshmon se ata janë vërtet gënjeshtar. Nëse hebrejt do të dëbohen, hipokritët nuk do të shkojnë me ata. Nëse do të sulmohen, ata nuk do t'u dalin në ndihmë. Por edhe si kur të nisen për t'i mbështetur, sigurisht që do të kthehen shpejt e do t'i lënë pa ndihmë. Në zemrat e tyre, ata kanë më shumë frikë nga ju se sa nga Allahu, nga që ata janë popull që nuk kuptojnë.
ata nuk do të luftojnë kundër jush së bashku, veçse në vende të fortifikuara ose pasmureve. Lufta ndërmjet tyre është e ashpër. Ti mendon se ata janë të bashkuar, mirëpo zemrat e tyre janë të përçara, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Këta janë si ata që kanë qenë pak para tyre, që i shijuan pasojat e sjelljes së tyre që në këtë botë, ndërsa në botën tjetër ata i pret një dënim i dhëmshëm. Aleatët e tyre hipokrit do t'i lënë balt, siç bën djalli i cili i thot njeriut: mos beso. Por kur ky bëhet mohues, djalli i thot: unë nuk kam të bëj me ty. Në të vërtet, unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Natyrisht që fundi i këtyre të dyve është qëndrimi i përhershëm në zjarr. Ky është dënimi për të gjithë njerëzit e këqinj. O besimtar, friksojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se çka përgatitur për të nesërmen. Kijeni frikë Allahun, sepse ai di çdo gjë që bëni ju. Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që ai i bëri të harronin vetveten. Pikërisht ata janë të pabindurit ndaj Allahut. Nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit do të jenë të fituarit. Sikur këtë Kur'an t'ja shpallnim ndonjë mali, ti do ta shihje atë mal të përulur dhe të coptuar nga frika e Allahut. Shembuj të tillë ne u japim njerëzve që ata të meditojnë. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Njohësi i së dukshmes dhe i së padukshmes. Ai është i gjithëmëshirshmi, mëshirë ploti. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet. Paqëdhënësi, dhënësi i sigurisë, mbikëqyrësi mbi gjithçka, i plot fuqishmi, imponuesi, madhështori, qoftë i lartësuar Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Ai është Allahu, krijuesi, zanafillësi. Ai që çdo gjëje i jep trajt, atij i përkasin emrat më të bukur. Atë e përlëvdon gjithçka që ndodhet në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti.